merrem me mend sikur t'ishte caktuar edhe data zgjedhjeve, edhe ish vendosur me mbajt zgjedhjet. Ju e dini shumë mirë lëvizjave të vendosje që ka ditë me kallë shtetin shumë herë ma herët, e bane pyetjen shumë direkte, a kem apo s'kem kuvend, a kem apo s'kem presidencë, dhe në anën tjetër, ndoshta është shumë mirë që ka marrë që ka shpejt këtë vendim dhe të bëhet një sqarim sa më shpejt dhe Kosova ta merr një drejtim. Mënyrën se si janë sjell dy krerë të shtetit, që në këtë rast për fat ka qenë kryeministër Albin Kurti dhe presidente Vjosa Osmani, me thotë drejtën këta kanë provokuar një luftë civile mes qytetarëve të Republikës Kosovës. E mur vendim një farforme mas të përkohshme edhe për veprimin e presidentës, edhe të kuvendit. Kjo është rast sui generis. Do me thonë, edhe kem kuvend, edhe s'kem kuvend. Edhe kem presidente, edhe s'kem presidente. A ki koment? Me thonë drejtën, këtë javën e fundit, komentet kanë qenë të pakta, sepse veprimet e liderëve shtetënorë kanë qenë as të pamatura edhe as fëminore, sa që jo vetëm neve, po edhe qytetarë në përgjithësi kanë lënë pa tekst. E pash shumë shpejt vendimin e gjykatës, me thotë drejtë nuk pa ta kohë të mjaftueshme që ta zbërthej ose që ta komentoj ose ta lexoj pak më shumë. Po për atë sa pash, me thotë drejtën në një farë, tash jemi në një farë pozicionit të cilin nuk mundesh shumë shpejt as me shpjegu. Në anë është shumë e rëndë kur e bane pyetjen shumë direkte, a kem apo s'kem kuvend, a kem apo s'kem presidencë, dhe në anën tjetër, ndoshta është shumë mirë që ka marrë që ka shpejt këtë vendim dhe të bëhet një sqarim sa më shpejt dhe Kosova ta merr një drejtim. Mënyrën se si janë sjell dy krerë të shtetit, që në këtë rast për fat ka qenë kryeministër Albin Kurti dhe presidente Vjosa Osmani, me thotë drejtën këta kanë provokuar një luftë civile mes qytetarëve të Republikës Kosovës. Çfarë lufte civile? Këta dy bashkë apo ndasitë e tyre, polemikat e tyre kanë provokuar luftë civile? Këta dy me veprimet e tyre kanë provokuar luftë civile, për shkak se njëri ata e çojnë domethënë një shkresë në kushtetuese, në anën tjetër del nesër pa u bë 10 orë të plota. Presidentja i shpall zgjedhjet, në vërtet e shpërndan kuvendin, fton partitë politike në konsultim. Dhe merrem me mend sikur t'ishte caktuar edhe data zgjedhjeve, edhe ish vendosur me mbajt zgjedhjet. Ju e dini shumë mirë lëvizjave të vendosje që ka ditë me kallë shtetin shumë herë ma herët. Në njërin anë ne kishin dalë këta me votu, në anën tjetër kishin dalë këta ne me sulmu, dhe domethënë ka qenë veprime total të pamatura, të panevojshme dhe për mendimin tim edhe dënueshme. Kane, para 3 ditët përmena në emisionin, pi pak deputetëve që ke mbajt konsistencë, për te subjekteve politike, unë mendoj që deputeti që nuk ka dignitet s'pari për veti, nuk i duhet as partisë e as kërkujt, e mas pak të qytetarëve. Po ta është një pyetje të drejtë për drejtë. Po. A ke pritë që përfundon kësaj raporti Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit? Të them të drejtën, është vonu pak. Këtë raport unë e kam prit shumë herët. Këta i ka lidh veç interesi, këta nuk i lidh as ideali, nuk i lidh as s'kan asgjë të përbashkët. Të vetëm në gjatë të përbashkët, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani kanë ego në tyre personale. Dhe prandaj, kur ke ego të prume si që kanë Albini dhe Vjosa, kjo për mu ka qenë e pritur, dhe nga momentin e kam prit një shpërthim të tillë, prandaj edhe nuk jam befasu, vetëm çka jam befasu që ju ka shku shumë gatë, pa ndodhë kjo që ka ndodhë tani. Të dy këta e kanë super ego personale, dhe asë njëni nuk lëshon për tjetërit kur është në pyetje interesi vetë. Gjendja e shkaktuar Fidan, e cila tashmë po kalon 1 vjetë, sepse ne prej janarit vitit kalum jemi në për fushata. Dhe më thonë, nuk është bo asë një punë për shtetin e Republikës Kosovës, këtyne ju konvenon për arsye se këta i gëzojnë gjitha benefitet e shtetit, i jetojnë gjitha benefitet e